Përshëndetje dhe mirë se vini në Mes Dritë. Ja ku takohemi dhe sot së bashku në Mes Dritës me energjinë më të mirë të mundshme për t'ju thënë të gjithëve mirëmëngjes dhe paçi një ditë e bukur. E keni nisur ditën me Vision Plus dhe Brikenën e Florin për t'u mirë informuar dhe ja ku takohemi së bashku me mua Syrianin edhe pas pak Florencën për t'ju thënë të gjithëve edhe një herë tjetër mirëmëngjesi dhe për t'u siguruar që në këtë rrugë që bëjmë bashkë deri në orën 13:00 ju të keni shumë informacion, po dhe të argëtojmë disi, po edhe të mësojmë se jo një lajm të ri të thënë nga kjo studio, gatuajmë së bashku dhe mbi të gjitha vijojmë të marrim emocione nga ata që ndërtuajnë edicionin e Fermës VIP të tretin. Mirëmëngjes Surian. Alba, mirëmëngjes. Pafshim super ditë dhe sot me energjinë më të mirë të mundshme. Të gjitha këto do ndodhin deri në orën 13:00 dhe menjëherë pas përshëndetjes që ne kemi bashkë nuk e mbyllim aq, por ju lëm në shoqërinë e programacionit të Vision Plus. Na lejoni t'ju themi mirëmëngjes, nisëm së bashku këtë të mërkurë, që jam i sigurt dhe jetë një mërkurë fantastike. Uroj shumë që një pjesë e mirë e juaj aty kenë marrë pushimet, edhe t'i drejtoni plazhit apo malit, apo destinacioneve që i keni shumë qef, të relaksoheni dhe të merrni energjitë e nevojshme, sepse shtatori është literalisht pas dere. Gushti nuk quhet, gushti është totalisht pushim për secilin prej nesh, e për një arsye, temperatura. Mos harrojmë që ne jemi një shtet i cili pret, sidomos në gusht, gjithë familjarë që jetojnë në diasporë përtej Shqipërisë dhe gushti i dedikohet vetëm njëri tjetrit dhe familjes. Kështu që merrni më të mirë në kësaj periudhe, kënaquni, shijojeni. Në qoftë se shpenzoni pak më shumë se ç'keni projektuar, mos e vrisni mendjen sepse nga shtatori i tutje do i riktheni punës, qëllimeve, projekteve etj. Suksesi nuk është për ata që presin momentin e duhur, suksesi është për ata që krijojnë një moment të duhur për t'ia nisur nga puna. Çdo ditë është më rëndësishme, çdo ditë disiplina, çelësi gjithçka dhe këtë e kemi mësim të marr edhe nga një zonjë me shumë përvojë, siç është zonja Florenca. Mirëmëngjesi. Muaj kismet i ri të shohim se çfarë. Alma, Florenca, mirë se vjen. Mirëmëngjes të gjithë juve, sot është një korrik. Një korrik, edhe muaj të mbar, për të gjithë, muaj të mbar Alma, muaj të mbar. Dhe për të Florenca. Ke bërë disa qëllime ti? Po. Që janë për këtë muaj? Po. Çfarë? Që janë që unë të pushoj. Okej, se mund të ishte ndryshe, me të drejtë. Edhe të merrem totalisht me punët e mia që gushti të jetë totalisht pushim. Kështu e do Florenca, kështu duhet ta doni edhe ju. Ikim se po na tret gjalti. Shkoj me shumë Gjani kënaqësi. besoj që t'i gari nga nisur nga puna, jo vetë. Florenca është bërë e kujdesshme që të gati gjithë. Sa i kujdesshëm që është ky djalë, tam dje që na ndihmoi shumë në përgatitjen e Florenca është një korrik, tani jam i emocionuar. Sepse meqense korriku është muaj që unë linda dhe shoj maksimalisht korriku, duket sikur nga një korriku deri me 31 për mua çdo ditë është festë, nuk po them pastaj për ditëlindjen, që na ndajnë vetëm 9 ditë dhe numërimi mbrapa ka nisur. Mezi pres të marr dhuratat tuaja. Zoti ma si një fëmijë vogël gëzanës, edhe ne do sigurojmë që dhuratat si kemi gati në kënd. Ndërkohë Florenca vim te gatimi dhe ti na tregon se çfarë sot do t'i tregojmë publikut, cilat receta. Sot është një recetë shumë e thjeshtë, është më tepër verore, sepse dim që në verë nuk duhet të ham rënd ose me ushqime të gatuara me shumë yndyrë, me shumë sepse duam të kemi freski. Po, duam me sa më të lehta, me gjithçka kemi në shtëpi. Dhe më përbërës sa më të lehtë, sepse edhe trupi ka nevojë të hidratohet. Bëm pak të hidratohet. Se kam qef kur më dëgjon Syriani. Hidratimin e fitojmë edhe përmes perimeve, shoh që kemi patlıcan, kemi kunguj, kemi patlıcan, misër, arra, djath, kunguj të gatuar me qiqra dhe me misra. Wow. Është një tip ta quajmë si jo sallatë, por është një gatim, po, perime të pjekura me qiqra dhe me misra. Nga zonja Florenca, thot strisha jon. Nga zonja Florenca, atëherë nga kjo studio për publikun në shtëpi që na ndjek për ditë, i tregojmë recetën, çfarë na duhet për të realizuar këtë recetën që dominon patlıcani, por edhe perimet e tjera shoqëruese, mos harrojmë edhe gjatë.
Po, vetëm ne do gatuajmë vetëm kungullin edhe patlıxhanin në tigan, pastaj qiqrat janë të zjera, edhe misrat janë të zjerë, po, dhe nuk është nevoja ti gatuajmë, dhe në kohën që këto skuqen, do t'i heqim më njanë dhe pastaj do bëjmë ribashkimin, bashkimin e të gjithave. Për procesin e punës do kemi mundësi hap pas hapi t'i tregojmë publikut, por si fillimi t'i tregojmë përbërësi dhe çfarë na duhet për të realizuar këtë recetë. Tani shfaqim grafikën edhe listojmë një nga një nevojat për këtë recetë. Perimet të pjekura me qiqra dhe misra. Dhe për ta përgatitur këtë tavë, besoj do e një tavë, na duhet një patlıxhan, një kungull, një qep, 200 gram qiqra, 50 gram misra, 50 gram ara, 200 gram djath feta, vaj ulliri, limon, erza, krip, një lugë mjalt, sipas dëshirës. Kaq. Pra në përgjithësi produkte që të gjithë ne kemi në shtëpi, sidomos gjatë kësaj periudhe. Ambisat, po të duan, le të shtojnë dhe patate, por sigurisht patate duhet të kalohen në tigan ose në pjekje në fur, edhe ne mund t'i kishim pjekur në fur ose në tostier, çfarë keni në shtëpi, mjafton që ato të gatuhen. Bukur. Ne do t'i kalojmë në tigan me pak vaj edhe gjalp ja kur jemi këtu, tani të presim pak të marr pak taleri. Ndërkohë nuk e ndezim sopën, presim edhe pak derisa të kemi gati perimet për t'i shtuar, se gjalpi është nxehur. Dhe dal nga dal sigurojmë që perimet pritini si të doni, unë do t'i pres në mënyrën klasike në atë rrethore. Mirë. Përsa teksa ti sigurohesh që të bësh gati kungujt dhe patlıxhanin, që është hapi i parë i recetës, ne i themi publikut më njëherë të shkojmë tek inserti i parë për sot. Le të shohim se çfarë kanë zgjedhur kolegët tanë gazetarë të sjellin përmes këtij inserti për qiqra të pjekura. Qiqra hell, na thoshin ne kur kërkonim ndonjë gjë të rrallë në familje. Dhe ne usë një insert të për qiqrat, jo në hell tani. Ose kur është një punë që nuk bëhet, po, qiqra në hell, një punë që nuk bëhet, që s'realizohet, e i thua tjetrit po, e dëgjon dhe i thua po, qiqra në hell. Po, qiqra në hell. Shkone të këto qiqra tona që s'janë në hell. Qiqrat janë një nga ushqimet më të shëndetshme dhe më të përdorura në kuzhinën tonë. Ato bëjnë pjesë të bishtajore dhe janë shumë të pasura me proteina bimore, duke i bërë një alternativë të shkëlqyer për mishin. Përmbajnë fibra që ndihmojnë tretjen dhe të mbajnë të ngopur për më gjatë. Ndaj janë ideale dhe për ata që duan të kontrollojnë peshën. Gjithashtu, janë burimi mirë i hekurit, magnezit dhe vitaminave të grupit B, që ndihmojnë në energji dhe forcimin e organizmit. Konsumimi i rregullt i qiqrave ndihmon në stabilizimin e sheqerit në gjak dhe në uljen e kolesterolit, duke mbështetur shëndetin e zemrës. Mund t'i përdorni në sallata, supa, gatime të ndryshme ose në formën e humusit. Të thjeshta, ekonomike dhe shumë ushqyese, qiqrat janë një zgjedhje perfekte për çdo tryez. Dhe ja ku jemi, Florenca. Florenca, ndërkohë që ju ndoqët insertin e qiqrave, për gati kungujt, jemi tek patlıxhani tani. Po e presim dhe patlıxhanin. Unë kam vendosur nga një copë ambisat të shtojnë sasin e duhur në bazë të njerëzve dhe personave që kanë në familje. E kemi thënë disa herë këtë gjë. Kështu që Alma me Syrin janë 2 persona, kështu që unë dua t'i mbaj mirë këta të dy. Duhet të ushqemi shëndetshëm dhe vetëm ti mund ta bësh të Florenca. Po ta di që të bëj këtë recetën, vërtet, tek pazari javës që shkoj, me Almën, me shumë dashuri si gjithmonë, do të blija një 2 lloje djathrash, një bufala që ta vendosnim në mes të pjatës. Sa i mirë që është ai. Një provolone, Alma, kemi thënë, sepse e gjejmë vetëm tek Pronatyra. Po, i ka shumë të mirë djatrat, e kemi thënë 100 tërë. Ishte fantastike. Dhe në fakt po më kujton një recetë që kam grënë rishtazi. Dhe tani që i pash perimet, më kujtua. Sa gabim, pëse s'ta tregon ti të blinim këto djatrat edhe bënim një super pjatë, edhe estetike, edhe të bukur, po. Po ja, unë e kam marrë me djath feta, është shumë i mirë dhe ai, e kam prerë shumë në formë kubik, sepse na duhet që të bëjmë atë përzierjen aty, dhe ky lloj gatimi mund të hahet dhe mund të konsumohet edhe duke i përzierë të gjitha pa e futur në furr, ose po të doni fut edhe në furr. Unë do ta këshilloja ta konsumojmë pa e futur në furr. Besoj është zgjedhje më praktike dhe më e thjeshtë për zonjat që gatuajnë shpejt, se presin
Presin fëmijët. Dhe misrat mund t'i merrni të konservuar po të doni, po të doni merrini të freskët dhe zjejni dhe bëjni vetë në shtëpinë tuaj, edhe qiqrat gjithashtu, por sido që t'i jetë qiqrat e konservuara janë shumë më të mira se ato që zjeni vetë, nuk arrin kur zjerja si që është tek këto të konservuarat. Është shumë e çuditshme, e kam provuar dhe vetë që t'i zjej qiqrat në shtëpi, nuk kanë atë butësinë e këtyre qiqrave që janë. Tani nuk e di se ku qëndron sekreti. Një proces fermentimi ndërkohë. Duke parë produktet, ajo që kuptoj është që dashur pa dashur, kjo recetë mund të gatuhet në disa forma të ndryshme. Një nga format, dhe Florenca ka të drejtë duke shfrytzuar edhe qiqrat e gatshëm që ne marrim tek për natyra, bërë bashkë me djathin, qiqrat edhe vajulliri, mund të bëni një bazë shumë të mirë në rastin e kalonim edhe thjesht në mikser. Një krem të përgatisim dhe perimet i vendosim sipër të marinuar. Do ishte fantastike. Pra të njëjtit përbërje se rezultate të ndryshme. Do të ideje. Dita tizës në surprizë. Është një formë që unë e kam gatuar. Është plot ide. Shikoj, disi është puna një person, një amvis shtëpie, një vajzë si që Shalma, ose unë që kam vite që gatuaj, kur gatuan, të vinë në mendje ide. Ke ide? Sigurisht, imagjinata përhet... Po, sepse ti je gjithmonë shikon si e realizon këtë gjë, si funksionon pjekja, si funksionon bashkimi, dhe ti në këtë rast thua, po sikur të bëj këtë, është njësoj si ata që kompozojnë këngët, që bëjnë dy nota, thotë, po sikur të bëj pan, sikur të bëj lan, edhe kështu që... Çdo produkt tjetër që kemi në kuzhinën tonë, e mira është në këtë të paktën në këtë kënd, mendoj unë, dhe kudo që gatuhet, ta shijojmë kohën në kuzhinë. Të gjejmë formën më të mirë për ta shijuar gatimin, pak me muzikë, po ndonjëherë me bisedë. Gjithë kemi ata miq që mund na shoqërojnë teksa gatuajmë, nuk të ndihmojnë për asnjë gjë, por janë aty vetëm për na shoqëruar. Është shumë e rëndësishme. Ktu jemi unë dhe Suryani, Florenca. Pra, për ta thënë bukur jemi këta miq që rrinë edhe diskutojnë dhe flasin teksa ai që po gatuan, po gatuan. Është zhytur aty. Ka thënë ndryshe, më shkurt, më pas, në shtëpi ne jemi zhurmuesit. Jo, unë ju kam shumë qejf që ju kam këtu, sepse nuk do gatuaja njësoj si kur t'isha vetëm, si kur jam dhe me ju të dy. Edhe ne jemi shumë të lumtur, Florenca, një është një korrik. Kemi një korrik Shkoj muaj në bar. Edhe mos grindemi gjatë muajit. Asnjëherë, po s'jemi grindur asnjëherë që është kjo. Edhe gjithë këto hudra që kemi vënë për dall, neve normal, po kemi shpëtuar. Duhet ta reduktoj pak numrin e hudrave, se jemi pak si në kollapi, jemi pak si në debules, kështu. Që e uli pak numrin e hudrave, të kuptojmë se çfarë do të më ne. Ta shtojmë më shumë në gatim, se na vjen. Po pra, ta shtojmë në gatim. Ja dakord. Votojmë pro. Por jo tepër edhe në gatim se është verë dhe na ulet tensioni dhe po. Bëj mirë realisht, Florisa ka shumë të drejtë, edhe nëse keni shumë të vëmendshëm në mëngjes, teksa Flori dhe Brikena trajtonin temat e tyre, diskutuan gjatë edhe për këtë valën e të nxehtit, edhe për kujdesin që do të ketë sidomos grup moshat e treta që kanë si shoqëruese. Bëjnë mirë që ndryshimi të nisë që nga dieta e tyre, jo vetëm uji që pinë dhe hidratimi që kanë përmes lëngjeve, por edhe ushqimi, vaktet, orari dhe perimet që duhet jenë patjetër pjesë përbërëse e kësaj diete, ndihmojnë shumë që ta luftojmë të nxehtin. Alma, më lejo, meqense përmendën live në mëngjes, dhe sigurisht sporti është një pjesë e rëndësishme asaj hapësire televizive, sepse jemi në mes, në zemër të kampionatit botëror të futbollit. Me kë bën tifo ti, Florenca? Unë them drejtën, Gjermanin duket. Kam qënë me Gjermanin përpara, po këto vitet e fundit që kam qënë shumë e zënë me punë, them drejtën kam hequr dorë. Ama, unë një herë që kam vënë se kush do fitoj, unë fitova. Fitova, një herë godita në shenjë dhe fitova. Ke dina apo ke vën pas? Isha në Greqi. Isha në Greqi edhe plotësova, nuk quhet? Jo, nuk ka problem që ndodh. Gjithçka ndodh jashtë vendit. Si ai që han me pizza, makarona, gjithçka të mundshme jashtë edhe në studio thotë nuk ka sheqer, nuk ka ëmbëlsira. Shkoj në Itali, Florenca, ti e pe vetë në Instagram. Me ke vëndi po Alma. Edhe unë i kam shkruajtur me Brazilin, sepse të paktën në vitin që unë fillova të shoh futboll edhe të ndjek siç duhet me familjen, ishte viti që triumfonte Brazili. Dhe do të qenë më të bëhem 2002. Po tani si janë punët, si duken punët, kush është
Pas Francës dje, Florenca, nuk ka punë mas një nga ne të diskutojnë. Po gjithsesi, nuk jemi ne ata që... Si doli? Shkëlqejnë ata. Francezët. Vetëm 2-3, kanë qenë vlë. Aman sa i dua ato francezët. E kemi parë se vetëm kishek e gatuar tu gjatë brumin e rafinuar si francezët. Dhe vetëm 5 prit ke bërë. Po, më pëlqen. Me gjithë se jemi në muajin e Gafores. Dhe lajmet jam i sigurt dhe të mira për 12 shenjat e zodiakut. Po sikur shkojmë të marrim shije ditore të horoskopit ditor. Pra është vetëm një dozë e vogël, jo asaj çfarë pritën tot gjatë gjithë javës, sepse për atë ne kemi dhe na duhet me rigjini. Por kuptuar se çfarë do ndodh me secilin prej nesh, por gjithë ata që na ndjekin sot, shkojmë tek horoskopi ditor dhe ne rikthehemi përsëri në këndin tonë të gatimit, sepse receta me verime po gatuhet dhe preshit prezantohet. Qëndroni me ne. Dhe ja ku jemi, e dini çfarë kam kuptuar, tani që po dëgjoni me edhe horoskopin, kam kuptuar që ne, edhe pse nuk i përkasim shenjës së Gafores apo Luani që pason, sërish mendoj që në muajt e tyre ne marrim pak nga drita, ngjyra dhe gjithçka që karakterizon shenjën respektive, që do thotë që se Gafori është një shenjë emocionale, plot dritë me energji. Në korrik ndodhë që gjithë shenjat të kenë këtë tura vrapin e tyre pak më të shpejt. Nga ana tjetër, teksa shkojmë te Luani, siç edhe ai është triumfues, i furishëm, një shenjë shumë e bukur do të thënë në horoskopit, edhe në ngusht jemi vital, jemi të gjallë, jemi plot adrenalin. Pastaj shkojmë diku ende nga shtatori dhe shkojmë tek Virgjëresha, ulem pak, qetësohemi, bëhemi gati për vjeshtën dhe siç janë shenjat, dhe gjithë shenjat e tjera pasojnë. E drejtë. E keni bërë? Që ndryshojmë. Se korrikun e kemi edhe në tura vrap. Plot energji. Në majgjëshor bëhemi të pavendosur, bëhemi përpinjak. Në tetor, në gjysmë tetori e tutje dhe deri në mes tetori bëhemi të balancuar. Fund tetor, në 23 tetor. Më i bukur i vitit për peshor. Balancojmë të gjithë stinat e vitit. Balancojmë të gjithë muajt. Dhe pastaj bëhemi pak pritësjap, akrep, pritësjap. Pra marrim dhe ngjyra që ka secila periudhë dhe secila shenjë, sepse në fundit edhe vendoset planetare na ndikojnë shumë. Gjithsesi, Beri na ka thënë që ne jemi të kujdesshëm për t'i thënë publikut që në këtë periudhë t'i japin makinës me shumë kujdes, të kenë kujdes edhe nga incidentet e vogla që mund ndodhin brenda shtëpisë edhe mund të kenë më pas pasojë zjarri. Kështu që kujdesuni për shtëpitë tuaja, kujdesuni teksa drejtoni mjetet tuaja, sepse në fund të ditës, pavarësisht qefit, duhet sigurisht që të kemi kujdes edhe me alkool. Me alkoolin, bravo. Faleminderit që e përmend Alma, sepse është periudha ku konsumi i këtij fundit edhe shtohet, gjithë bëhemi festiv. Por që keni kujdes sepse siguria dhe shëndeti juaj është i pari, janë të parat dhe pastaj vinë të tjerat, argëtimi, dëfrimi e tjerë. Kemi kohë për të gjitha, apo jo Florenca? Ti që i ke jetuar të gjitha, na thuaj, sa të drejt kam? Ke shumë të drejt, koriku dhe gushti muajt që t'japin më shumë dashuri, por që t'japin më shumë freski dhe sa më shumë ujë me limon. Dhe Selinon, mos harroni dhe Selinon. Na largoj me fuskardini ju. Nuk ka buzë me sa duket, më vetëm ujë. Edhe nga pyetja e këtij djali. Ujë me gaz. Tani Florenca, vim tek receta jonë i gati. Jemi gati, ja do t'i largoj këto të pjekura tani. Edhe shpejt, Syrian, jepi. Çella luna. I di fjalët apo jo? E dini që italianët bëjnë një pasta fantastike me patollxhan. E di, po sikur e kemi bërë një herë në këtu, se mbaj mend. Kemi shkuar afër. Një recete, po ishte jotja jo më shumë. Ishte pa patollxhan ajo. Ishte me patollxhan, por e Florencës. E Florencës. Mua më pëlqen ti përzjedh receta, dua ti bëj si dua vetëm. Pra, pak salce kuqe, pak djath, patollxhan i gatuar, edhe ne mos harrojmë sigurisht edhe një pasta shumë të mirë. Dhe jemi në Itali, shkuam në Itali. Ama se italianët për të bërë ato pastat janë njësh. I bëjnë me të gjitha llojet e perime dhe zarzavateve, edhe unë aq herë sa kam konsumuar me të gjitha llojet, të drejtët e kam shijuar maksimum, e meritojnë çmimin e shtrenjtë që ta servirin. Opa. Pjata ushqit miq. Do të shkojmë ambasadore. Mirë, dakord. Florenca, ku jemi me recetën ti tregon te publiku deri më tani? Kemi skuqur në vaj të gjallë, 2 patollxhan dhe 1 kungull. Dhe po të duan ambisat, ti pjekin në tostier po deshën ose në furr, si të duan ato. Mua të them drejtën më pëlqen kur janë kështu, sepse ajo ndyra që thithin jep një shije tjetër, nuk ka lidhje fare me
atë mënyrën Me tjetër. çfarë ki marinuar ti, Florenca? Asgjë fare si ka marinuar kripa thjesht. super, apo më Jo, vonë? nuk I kam hedhur tani do të jetë. Kur të ndërtojmë këtë recetën, ja dhe këto kemi, këto u poqën, nuk është nevoja ti thekroni shumë se na humbë shija dhe vlera e tulit të patlıgjanëve dhe ja ku e kemi ta ulim pak atë Temperaturën? po e ulti Alma. Alma do bësh dhe një pun tjetër, të lutem. Limonin. Nuk thua po limoni. Ma mori mendja që man sa e mençur që është kjo vajzë, nuk e di do dy me thënë detyra që kam patur gjithë sezonin. që ta merr atë mendimin nga mendja. Shiko, kjo gjë ka nisur edhe nga faljush, po dhe fal nënës time. Kur unë mësoja të bëja punët në adoleshencën time, më shumë thua jo se po për punët, se është ajo periudha që ti do të bërë gjithë shka përveç se punët e shtëpisë. Po. Unë mësova që të merja leje për pasionet e mia që mund të ishte volejbolli në atë kohë, leximi e gjithë shka tjetër, apo dhe thjesht të luaja me vëllezërit e mi, I bëja punët shpejt që të fidoja kohë për vete. Dhe mësova që mamit t'i dilja 5 hapa para. Kur mami kishte një punë i orar të caktuar, unë e dija radhën e punës. Shkoja përfundoja dhe ajo bëj gati, thoshte e ke bërë Alma këtë? Më shumë për të mësuar përgjegjësinë sa për të bërë punën. I thosha, po mami, e kam bërë atë. Po këtë e kam bërë dhe këtë. Mirë, mund të shkosh luash tani. Dhe ikra. Jas. E kupton? Unë nuk arrita të thojë do bësh dhe një punë tjetër, ti the do shtrydh limonin. Po. Po Syriani ç'do bëj tani? Isha si gjë, Syrianin e kemi pak të përkthelu letëria aty se pastaj do bilbilosi ky o zoti madh sa bukur I ndërton ato Shumë me besoni në këtë jetë nuk e zgjodha të ishte një pasha, Perëndia më caktoi një pasha dhe ja ku jam. Unë vetëm rri, vegetoj, shikoj dhe komunikoj me ju. Jo se nuk dua të kam punoj, por zemra nuk ju a bën që të letrën asti. Po, gjithsesi Syriani gjithmonë ka ndihmuar, gjithë sezonit me gjithë. Shikoj ato pjata, ato luk. I ke gjetur. E ke vërë, ka filluar lyen mure, pastron, pluhura ky djalë. Edhe këtu kur na dervet në një gjë sa bukur e mbledh dhe rregullon, e vën në vend, domethënë. Je I kujdes, jam I sigurt që I më që më është çdo ditë. E kemi gati. Për ditë më krenare. Për ditë më krenare. Tani ja, doli puna e radhës. Pa folur. Dhe Tigani shkojnë në destinacion. Dua pa kripën Syrian. Kripën e ka Alma besoj andej, apo jo, është Se që ndrove atjeti? Sepse jam kurioztar për ato mollot aty. Jo, I kam qëruar sepse I pash në frigorifer. A mund ta marr një? Po ta marrësh. Edhe tash, po I bëj gati, ti qërojmë edhe ti ham, sepse nuk kemi ndonjë recet me moll. Okej, ku do bësh një kek me moll vërtet? Doni? Po. Nga që është shumë I njohur, po, patjetër e bëj, e kam bërë 100 herë. Patjetër. Të rinjtë duan shumë. Është recetë amerikane, po të rinjtë duan. Bëhen edhe kështu si tip petullash me moll. Po, fantastike. Dhe ato mund të bëjmë. Dhe ato janë shumë të mira. Pra ne do gatuajmë shumë perime deri në fund sezonit, që ta kuptoni të dashur shikues, do sigurohemi të gatuajmë edhe kekun me mollë që Syriani kërkoi, do gatuajmë edhe pse jo ndonjë pasta të mirë. Po. Mund të bëjmë një picë nga zero. Do shohim rrugës se kemi ende dhe disa javë për çm pranë jush. Lorenca po vijon shtoj misrin me një Shikoj sa ngjyra të bukura. Po. Kungull, patlıcan, misrat. Dua t'ju them që misrat edhe qiqrat, kur janë të konservuare, e kam përsëritur dhe do t'ju përsëris, do t'i shplani me ujë derisa uji të dali I pastër, të largohet shkuma që kanë. Mirë. Dhe na ka mbetur për të shtuar qiqrat, djathi bardh. Po, dhe më duhet Alma ajo pjatanca atje, që është mbrapa. Cila pjatanca kemi tu? Ajo e prezantimit. Po. Opa. Mendoj që ja vendosim sipër e bëmi më praktik. Po e finalizojmë. Po, do të hedhim qepën. Qepën mund ta merrni dhe të kuqe. Po. Dhe? Do të shtojmë pak këtu. Nuk ka nevojë për vajullirja, sepse kemi kompletin dyrën e gatimit edhe të kungujve. Kështu që nuk është nevoja të hedhim vaj, kush është që konsumon shumë vaj, do të shtojmë arrat. Arrat kështu të mdhaja si që janë. Po, dhe na ka mbetur djath. Po. Majtënos edhe mjalt. Edhe djathin, do t'ja hedhim Alma. Po. Më lejo të të kujtoj që një moll në ditë mban larg mjekun. Po. Më pëlqen shumë kjo shprehje. E shohim doktorin në Marrall, në dash të Zoti asnjëherë. Asnjëherë ashtu jam dhe unë dakord. Dhe me që në treg ne gjejmë moll me shumicë, mos harroni që sa herë të blini
ushqime dhe të bëni pazar, të dalini tek fruta perimet, përpos fruta perimeve të stilës të merrni dhe mollë, sepse ju bëhet shumë mirë për Ti shëndetin. e ke mbajtur doktor larg gjithë vitin kur e mendoj. Në fakt nuk e di ç'më ndodhi javën që shkoi që u sëmura ashtu, po më duket më morën në sysh. Po. Diçka ndodh. Se nuk ka mundësi ti për shëndetin kujdese shumë. Dhe ja, e shtuam të gjithë masën e përgatitur në pjatën e prezantimit. Do ta rregullojmë, ha? Siç edhe e kuptuat, ne recetën e kemi përfunduar. Ndoshta në këto momente do na ndihmoj edhe shoku ju regjizor Ralt që të tregojmë edhe një recetën publikut se jemi drejt finalizimit të gjithë recetës, edhe Florenca na thot edhe një emër siç e ka zakon, siç e kemi ndërtuar traditën e programit. Duke qenë se ju po shikoni rezultatin final, le t'ju tregojmë edhe një herë cila ishte rruga që bëm. Çfarë na u desh, çfarë blem ne tek Pro Natura për të përgatitur këtë recetë. Për perimet të pjekura me qishra dhe misra, na u deshën 2 patlıcan në fakt, një kungull, një qep, 200 gram qishra, 50 gram misër, 50 gram arra, 200 gram djath feta, vaj ulliri, limon, erza, krip dhe një lugë mjalti sipas dëshirës. Teksa përfundon edhe prezantimin e pjatës Florenca, bëhet gati me njëherë për të na dhënë një emër si kush të ngjason kjo pjatë Florenca. Mendoj që duhet jetë një person i cili ka shumë ngjyra Florenca. Dhe shije. Unë do t'ja vë sot pjatës, kësaj recete, do t'ja vë emrin Genta. Kush është? Kush është Genta? Është një mikesha ime. Mikesha Çfarë bën jote. Genta? Çfarë bën? Punë të rëndësishme. Shumë punë të rëndësishme. Nga këto shoqet e tua. Punë të rëndësishme. E përshëndesim Gentën, është shumë e mirë dhe është megjithmonë një zonjë për t'u respektuar. Përshëndesim Gentën. Me shumë dashuri, Genta edhe Për qafime nga gjithë studioja. Gentat që Kudo kanë janë, emër shumë të bukur. se Do të quhet Genti dhe Genta. Po. Është një emër shumë i bukur. Sigurisht. Tani shtojmë dhe mjaltin, i japim një përqafim Florencës si ato që dim vetëm ne, dhe ikim tek e ftuara e parë se më besoni, do t'ju vendos në një spirale mendimi dhe do t'ju bëj të dyshoni që keni ditur pak deri tani. Florenca, kur mund E di çfarë kam grënë dje, në shtëpi. Më besoni, nuk gënjej absolutisht 2 domatet të mira nga ato të mirat, pa damar të bardhë, një gati një gjysmë pjepri, po nuk ishte shumë i madh. Çfarë ore pas ke ngrënë kështu? Një copë djath kaçkavall të madh, mjalt, edhe një bukë buk të thekur, nuk e keni idenë çfarë shije dhe më vinte Rajna aty dhe më thoshte: "Nëna, shiko më bë këtë, të lutem largohu se po shijoj një pjatë të mrekullueshme." Kur të mbaroj pjatën i thash hajde. Ishte Florenca në Nirvana në vetë në ato momente. Florenca dhe Nirvana. Recetën e quajtëm Genta, përshëndesim Genta, tani është momenti të shkojmë tek një hapësirë e shkurtër publicitare, sepse unë dhe Alma do zhvendosim edhe këndi i intervistave, sepse do flasim për botët Florenca, të cilat shumë pak njerëz i dinë. Vendodhen po shkëmbetona nën tokë. Po dhe unë i besoj. Edhe ti beson. Shkojmë në publicitet, rikthehemi vetëm as pak, qëndroni me ne.